وصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falënderimet absolute I takon vetëm Allahut te baraka ve taala, përshëndetje dhe mëshira Allahu xhalla wa ala qoftë mbi më të mirën e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij ndershme, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin me të mirë deri ditën e gjykimit. Vazhdojmë me lejen e Allahut në vazhdim të shpjegimit të librit të Hoxhës Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, librin Kitabut Tauhid. Dhe përmendëm se nuk është për qëllim domethënë Kitabu Tauhidi se vetëm kjo çka Hoxha ka përmbledhur dhe Tauhidi është I përmbledhur në këtë libër në atë kuptimin që Tauhidi mësohet vetëm për këtë librit, në mënyrë absolute kjo nuk është për qëllim. Edhe kur e kemi lavdruar këtë libër kemi thënë për shkak ajeteve dhe haditheve të cilat I ka përmbledhur Hoxha, për haditheve të sakta dhe ajeteve të Allahu xhallahu ala, kur na I ka përmbledhur në një vend dhe na ka treguar dhe na ka bërë me shenjë nga ajetet më të rëndësishme të cilat I kanë zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga se prej parimeve bazore dhe themelore të fejes tonë janë wa alaikum salam wa rahmatullah. Prej parimeve themelore të fejes e cila I ka zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është se ata prej cilësive më të dalluara që I kanë është se ata kapën për ajete dhe fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në mënyrë absolute feja jonë është e bazuar vetëm mbi ajete dhe hadithe. Dhe çka vjen ndesh me ajetet dhe hadithet, ajo është e refuzuar. Edhe nëse vjen prej kur do që vjen, ajo është e refuzuar. Andaj porosia më e mirë për çdo kënd është që mu ka për fjalët e Allahu xhallahu ala dhe fjalët e pejgamberit sallam dhe me I studiu mirë dhe me u ndal me nxjerr kuptimet që ka dashur Allahu xhallahu ala me na thonë neve nëpërmjet fjalëve tina. Nga se s'ka fjalë më të mirë se sa fjala e Allahu xhallahu ala, nga se Allahu shumë ajete ka thonë: "Wa man asdaqu min Allahi haditha." Edhe a ka dikush ka fol më drejt se Allahu? Allahu ban pyetje, domthon përgjigjja është s'ka në mënyrë absolute. A mundesh me krahasu fjalën e Allahut, krijuesit të qiellit dhe tokës, me fjalët e dikujt? Asesi. Andaj disa prej dietarëve kanë thënë që kur e kanë diskutuar temën pse njerëzit nuk kanë bereqet në davet, kanë thonë se ata nuk bojnë davet me ajete, me fjalët e Allahut, po I shtojnë dhe I shpeshtojnë fjalët e tyre. Andaj kur dush me bodi kanë davet, thirrën fejnë Allahu xhallahu ala, mos I shpeshto fjalët e tua, po shpeshtoj fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallam, në këtë mënyrë kije bereqet. Kena me të fjala e Hoxhës kur e ka pranu fjalë Allahu xhallahu ala: "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum." Ajeti 151 I surës Al-An'am. Hoxha ka pru këtë ajet 2 herë. E ka pru tash vazhdim ku kena mbet na dhe pastaj e ka treguar rëndësinë pse e ka pru këtë ajet. Abdullah ibn Mas'udi, shok I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një prej shokëve të pejgamberit sallallahu I cili ka qenë shumë I dijshëm në fejen Allahu xhallahu ala. Dhe ka thonë Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an, ka thonë kush do me lexu testamentin, porosinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe në nënshkrimin e tina, ka thonë le t'i lexoje 3 ajetet të surës Al-An'am, 151, 152, 153. Këto 3 ajete kanë një rëndësi shumë të madhe në librin e Allahu xhallahu ala. Andaj edhe Hoxha e ka prue 2 herë. E ka prue një herë si ajet, pastaj e ka pru përsëditi bashkë me fjalën e Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu an. Çka ka thonë Abdullahi, kush do me ditë dhe me lexue porosinë e Muhamedit të fundit. Porosia më e vlefshme njeriu e lë në fund të jetës, kur vdesë. Andaj ka thonë kush do me lexuar të lexojë çto 3 ajete. Edhe na me lejen Allahu xhallahu ala kena me lexuar edhe kena me I shpjegu nga pak. Edhe keni me pasën këto 3 ajete. Thuaj se Allahu xhallahu ala ka përfshi këtë fejen e tina. Andaj është e mirë, po thuaj se edhe obligim që muslimani mund dal me këto 3 ajete dhe vetë dhe me I lexu dhe me mundue me I kuptue. Ka thonë Allahu xhallahu ala: "Qul ta'alu atlu." Ka thonë Allahu xhallahu ala thuaj o Muhammed. Ku thuhet në Kur'an gjithmonë thuaj,
është për qëllim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thuaj ti kujna umetit tan. Besimtarëve thuju ti kështu. Edhe ti çka duhesh si besimtar, ndalu ndëgjoj. Çka po do të thon tash Allahu xhallahu ala. Ka thon kul ta'alu atlu. Thuaj e janë këtu. Allahu xhallahu ala thot thuju atyre e janë këtu. Atlu, t'ju lexoj unë diçka juve. Çka t'ju lexoj? Atlu ma harrama rabbukum. T'ju lexoj se çka ju ka ndalu juve Allahu xhallahu ala. Zoti juve. Çka ju ka ndalu juve? Zoti juve. Andaj këtu është pse Allahu xhallahu ka thonë ta'alu, e janë këtu për me tregu se është diçka shumë e rëndësishme. Allahu xhallahu ala i thot njerëzve nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e janë këtu ndëgjoni se çka ju ka ndalu juve Zoti juve. Nga se duni me di çka ju ka ndalu Zoti juve që ti shmangni asajna. Atlu ma harrama rabbukum aleikum. Çështja e parë, të cilën e ka përmend Allahu xhallahu ala, pas fjalës aleikum, çka ju ka ndalu juve, ka thonë ella tushriku bihi shay'an. Që në mënyrë absolute mos t'i bani Allahu xhallahu ala shirk. Na përmendëm se tauhidi, njësimi Allahu xhallahu ala dhe largimi nga shirku është prej çështjeve më madhështore që ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe është çështja më madhështore që ki mu pyet, edhe është çështja për të cilën Allahu ka kriju qiellin dhe tokën dhe gjithçka që shafti në këtë dunjë. Andaj gjithë dunjaja sillet rreth këtyre dy çështjeve. Allahu xhallahu ala më njëjtë ka thonë khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Khasmani. Dy armiq janë armiqsuar. Dy, pastaj ka thonë armiqsuar në shumës. Njëra ka përmend dy, pastaj shumësin. Pse? Nga se njerëzit në dunjë ndahen veç dy kategori. Pa marr parasysh se ndahen nga konde tjera shumë, nacionalitete tjera, kombe, ngjyra, raca, kështu me radhë, mirë po esencialisht ndahen vetëm dy. Ata shka i besojnë Allahu dhe ata shka si besojnë. Nëse kështu kanë mund gjiku ditën e gjikimit. Kështu gjikohen të Allahu xhallahu ala, kush ka besuar dhe kush s'ka besuar. Andaj Allahu xhallahu ala ka thonë e para ella tushriku bihi shay'an. Allah ja ka nis me këta. Mos gaboni mi bë kurkujt asnjë send Allahut shirk. Mos gaboni mi bë asnjë send Allahut shirk. Edhe besimtari kështu do të më anis me atë çka ja ka nis Allahu. Mos i bani Allahut shirk. Kjo është çështje shumë e madhe. Mi ju baju Allahut shirk. Siç ka më ardhur dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për gëzim madhështor për ata që vdes edhe si ka bë Allahut shirk. Për ata që vdes dhe si ka bë Allahut shirk. Alla tushriku bihi shay'an. Mos gaboni me bë Allahu xhallahu ala as pak shirk. Pastaj çka ka thonë, porosia e ditë wa bil walidaini ihsana. Dhe me dy prind të juve sillni mirë. Dhe me dy prind të juve sillni mirë. E ka bashkue largimin prej shirkut, ndalesën prej bëmit shirk me njëherë me sillni me prindit mirë. Sillni me prindit mirë. Nga se haku i prindit është shumë i madh. Nga se haku i prindit është shumë i madh, nga se Allahu xhallahu ala ashtu e ka caktuar që prindërit me pas hak ndaj tije. Nga se ato të rritin edhe kujdesen edhe kanë ngajle vazhdimisht për tyje. Pas ku ka Allahu xhallahu ala ka ndalue me ngu ata. Përgjithsi ata ndëgjohen çka përputhet me urdhët e Allahu xhallahu ala. Pastaj ka thonë wala taqtulu auladakum. Dhe mos i mbytni fëmijët e juve. Mos i mbytni fëmijët e juve. Pse se ka qenë të arab zakon me mit fëmijë. Pse i kanë mit fëmijët? Nga se nja janë friguar prej varfrisë. Janë friguar prej varfrisë. Ato pasunikat që kanë pas pare, kanë thonë nëse i rujna mundet, ekziston mundësia rreziku me up këtë pasuri. Andaj më mirë mite. Ato që kanë fukara kanë thonë kjo ala më shumë na i shtoj fukarallokin. Nëse je 2, atër bëhen 3. Edhe kështu ju ka lind ideja për shejtanit me mit fëmijë. Edhe e dyta, a kanë prej turpit. Ta ato a kanë turp me të lind vajzë. Vajzë me të lind a kanë turp. Andaj e kanë mit. Andaj Allahu xhallahu ala ka treguar se idha abushira ahaduhum, kur përgëzohen ata
me diçka shka Allahu t'ja përkatësojnë, e prish ftyrën. Ata kanë thënë Allahu ka qika. Allahu është i madh për asaj çka e thonë. Kur i ka lind këtynve qika, ka prish ftyrën. Allahu t'ja ka përkatësua vetë se ka dasht. Allahu t'ja ka përkatësua edhe vetë se ka dasht. Allahu xhallahu ala ka ndaluar: "Wala taqtulu auladakum", mos i mbytni fëmijët e juve. Mos i mbytni fëmijët e juve min imlaqin, nga friga e varfërisë. Nga friga e varfërisë. Pse? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. A nuk jemi na që ju furnizojnë a juve me hajë dhe pije? Po na i furnizojnë edhe ato. Nëse japmi ju, japmi edhe ato, edhe atyre. Mos i mbytni ju. Nëse në japna juve me hangër, dhe aty në japna. Andaj s'ka nevojë me mbyt fëmijën. Kjo është porosia të cilën Allahu xhallahu ala i ka porosit njerëzit. Pastaj ka thonë: "Wala taqrabul fawahish", dhe asesi mos ju afroni amoralitetit. Gjërave të ulta, gjërave të cilat kanë mbajnë me amoralitet, ndytësi, në gjërat, domthonë, të cilat janë njolosën njeriut edukatën e lartë. Asa një besimtari ka në natyrshmërinë e pasër xhelozi dhe ka edukat lartë. Andaj kjo edukat ekziston, esenca e kësaj edukate ekziston edhe te laviri. Si nga se s'pranon mi thonë lavir. Nëse i drejtohesh me lavir, nuk e don mi thonë. Pse? E i mori poshtër. Edhe ai nëse e din që është, nuk don kërkush mi thonë oj poshtër, o pis, oj i ndyt. A don dikush kështu? Jo. Andaj kjo është esenca e njeriu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Unë jam dërguar mi plotësu virtytet e mira. Domthonë ato ekzistojnë në esencë, po në kumar mi plotësu ala më shumë. Ato ekzistojnë, po unë kumar mi plotësu ala më shumë. Andaj Allahu xhallahu ala ka thënë: "Wala taqrabul fawahisha." Mos ju afroni amoralitetit. Gjithçka që quhet amoralitet, mos gaboni mi u afru. Dhe s'ka thonë mos i bani, po mos ju afroni. Pse? Nga se ekziston rreziku nëse afrohesh edhe me ra. Andaj Allahu xhallahu ala ka ndaluar edhe mjetin, çka të qëndër të amoraliteti mos ju afro. Se kur ti afrohesh, vetëm se ki ardh në humner me ra. Andaj ka thonë mos ju afro hiç. As mjetet. Andaj Allahu xhallahu ala ka ndaluar edhe shikimin. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ka thonë thuaj besimtarëve leti ulin shikimin. Leti ulin shikimin. Pse? Nga se shikimi e lind dëshirën. Dëshira e lind pastaj me vrapu pas asajna. Edhe kjo bene udhu billah në ata shka Allahu xhallahu ala e ka ndalu. Pastaj ka thonë ma dhahara minha wa ma batan. Amoralitetet e cilat janë të dukshme dhe të padukshme, të fshehta. Mundet njeriu në udhu billah me ba amoralitet haptazi. Allah e ka ndalu këta. Po edhe fsheht, edhe kjo e ndalume. Edhe fsheht, edhe haptazi Allahu xhallahu ala në mënyrë absolutën e ka ndaluar. Nga se mëkatët janë shkallë. Ehli suneti besojnë se mëkatët ka të vogla dhe të mëdha. Nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam shumë hadithe ka thonë: "Ela ukhbirukum bi akbaril kaba'ir", aty në ftoj juve me mëkatët më të mëdha. Çka kuptohet për kësaj shprehje? Që ka të mëdha shumë, pastaj të mëdha, edhe kështu me radhë duke zbrit te poshtë. Pastaj Allahu xhallahu ala ka thënë: "Wala taqtulu an-nafsa", dhe mos e vrani shpirtin. Cilin shpirt? Allati harrama Allahu, të cilin shpirt e ka bë Allahu haram, me prej ka shpirt. Atë shpirt të cilin Allahu xhallahu ala e ka bë haram me vra, illa bil haq, pos me të drejtë. Pos me të drejtë, të cilin të drejtë Allahu xhallahu ala e ka bë me shariatin e tina, pos kësajna Allahu xhallahu ala ka bë shpirtin haram. Zguzon, Allah shpirtin ku t'ja jap Allahu xhallahu ala e ruan atë shpirt. E ka garantuar atë shpirt që ti mos me prek. Kjo është prej porosive të Allahut xhallahu ala. Pastaj ka thonë dhalikum wassakum bi. Çto janë çka Allahu ju këshillon juve. Këto janë këshillat me të cilat Allahu xhallahu ala ju këshillon juve. Pas këshilla. Në këtë ajetin e parë janë. Cila ka këshilla e parë? Mos mi bë Allahu xhallahu ala shirk. Kjo me bë kristal tauhidin, me njësu Allahu xhallahu ala. E dyta, më usill mirë me prind. Më usill mirë
me prind të tu, me u bka një but me ato, mos me ngrit zanën ndaj atyre. Wala taqul lahuma uffin. Allah xhallahu ala tjetër ka thënë as uf mos ju thuj. A ka diçka? Andaj kanë thënë sahabët me pas diçka, dëni fjalë ma të shkurt se uf, Allah e kish përmend, po s'ka. Në gjuhën arabe, po edhe në gjuhë tjera s'ka ma shumë se uf. Domthon lloj ankese që sa shprehje e fjalë uf, domthon që tregon që si e i kënaq. As çata mos ja thuj. Pse si ja thën zemrën? Ja u thën zemrën. Allahu xhallahu ala ka ndalu. E ku ka këshill më të lartë se kjo? Ku ka të këshill më të lartë se këto? Andaj Allahu xhallahu ala mas çdo rënditjes të disa këshillave e ka përmend në fund që ju të mendoni. Të logjikoni, që ju të përkujtoheni, që ju të ruheni. Të ruhesh prej sejnave që nuk takojnë mi bon. Andaj ai i cili cilësohet me këtë cilësi, edhe i praktikon këto, e meriton mu qujt i mençur, e meriton mu qujt i ruajtur, edhe e meriton mu qujt si njeri cili përkujtohet. E shfrytëzon mendjen e tij. E treta, mos mi vra fëmit. Mos mi vra fëmit. Mos mu friksue prej rrezikut që Allahu xhallahu ala i ka rrezikun dorë. Pastaj mos mi u afrua moralitetit. Me krejt llojet e amoralitetit të cilat ekzistojnë dhe mos me vra shpirtin pa hak. Mos me vra shpirtin pa hak. Këto 5 këshillat janë këtë ajet. Të parin ajet, të cilën Abdullah ibn Mesudi tha është porosia dhe nënshkrimi i fundit i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dietar kanë thënë pejgamberi sallallahu nuk e kanë nënshkruar se këto nuk janë fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këto janë fjalë të Allahut. Po pse ka thënë Abdullah ibn Mesudi kjo është nënshkrimi i fundit? Pse ka thënë është nënshkrimi i fundit? Nga se në këta ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ja ka lënë vasiat ummetit vet. Domthonë e ka ngërthije këto ajete fejen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allahu vazhdon dhe thot: "Wala taqrabu mal al-yatimi", dhe mos ju afroni pasurisë të jetimit. Pasurisë të jetimit. Pasi Allahu xhallahu ala i përmendi 5 këshilla shumë të larta. 5 këshilla shumë të larta. Pastaj filloi me ata në hakun e njerëzve pak më larg çka janë. Jetimat. Pse ka filluar me jetimat? Nga se zakonisht njerëzit jetimat janë ashkalojnë. Andaj ka thënë: "Wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsan." Dhe mos ju afroni pasurisë të jetimit vetëm se në mënyrën e cila është më e mira. Dietar kanë thënë nuk ka thënë e mirë, më e mira. Mu kujdes për pasurinë e jetimit, kujdestari, i cili e merr përsipër, mu kujdes për jetimin, i cili nuk ka kush kujdeset për ta. Nuk ka dikush që ja çon hallin, Allahu xhallahu ala ka këshilluar kujdestarin. Mos e ban pasurinë, mos me shikue lavërdinë e jetimit. Me e mor pasurinë dhe me e fut dikun ku e rrit atë pasuri, ku e rrit, e fut në për tregti. Pse? Nga sa aja është i vogël edhe nuk e di pasuri ka i kanë lënë fëmijë, baba kur i ka vdek apo familja, ai nuk di çka me vëmë me atë pasuri. Kujdestarit më kujdes. Ku është më smirti me vendosat pasuri dhe me i dhon sa ka nevojë dhe ai në vetveti mos me shfrytëzohet padrejtisht. Kjo është ahsan, mënyrën më të mirë. Hatta yablugha ashudda, derisa të bëhet i madh. Derisa të hije në moshën madhore, atëherë leja pasuritë të cilën i ka met, edhe ato tregti ku e ki fut, ja pa ti nga sa është i madh ai tash vepron si duhet. Kjo është këshilla Allahu xhallahu ala. Pastaj ka thonë: "Wa awful kayla wal mizan." Dhe peshoni me të drejtë në peshore. El kejl në gjuhën arabe, arabt edhe në kalumën ushqimet si që janë hurma dhe milli dhe orizi e kështu me radhë, elbi, janë matë me ato thesat, në ka mush një thes dhe e ka shi në atë mos, në më thonë, edhe ato janë konë kejl në gjuhën arabe. Dhe mizan është peshorja me të matme, 1 kile, 2 kile e kështu me radhë. Allahu xhallahu ala për të ditë ka thënë: "Awful kayla wal mizan." Dhe peshoni drejt në peshore. Peshoni drejt. Sura tjetër ka thënë: "Wailul lil mutaffifin." Mirë për ato të cilat mutaffif. Domthon e peshon për tjetrin mangët. E peshon për tjetrin mangët. Kjo është këshilla Allahu xhallahu ala. Peshoni drejt në
peshore. Bil qisti, me drejtësi. Me drejtësi. Pastaj ka thonë la nukellifu nafsan illa wus'aha. Na nuk e ngarkojmë asë një shpirt sa ajo nuk ka mundësi me bartë. Djetarë kanë thonë, pse këta, ka thonë Allahu Jalla wa Ala, nuk e ngarkon asë një shpirt për te asaj çka nuk mundet me bajt. Pse e ka shtite këshilla peshoni drejt në tregti? Nga se të tjerat se ka shti, veç këtu. Pse? Nga se njeriu është mënyrë absolute, s'ka mundësi më konë i drejt. O mënyrë precize, nuk ka mundësi më konë i drejt. Ka mundësi ja ha hakin, pa e pa. Ai nuk e sinon me ja ha hakin, me ja hangër, po ja ha. Andaj Allahu Xhelal ka thënë, nuk e ngarkojna për te mundësive. Mirë po illa wus'aha. Mirë po maksimum në ta japë mundin ai. Ti maksimum mundoju mos me ja hangër drejtën mushterijës. E nëse ja ki hangër dhe ti e mundu, Allahu nuk të merr përgjegjësi. Allahu nuk të merr në përgjegjësi. Nga se kjo është kulminacioni çka ti mundesh me bë. Kulminacioni çka ti mundesh me bë. Wa idha qultum fa'dilu. Dhe kur të flisni, folni drejt. Dhe këtu s'ka thonë, ne nuk e ngarkojna shpirtin po i të mundësive. Pse? Nga se gjuhën mundesh me mshel. Gjuhën mundesh me mshel. Nuk lipët prej teje për me fol drejt peshor, ngarkesë e madhe. Nuk je ngarkuar për me fol drejt ngarkesë e madhe. Pse? Nga se për me fol drejt mjafton nëse s'di me hesht, ki fol drejt. Nëse s'di me fol hajr, atar fol shumë, komplet. Kul hajran au usmut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë fol hajr apo hesht. A ka ngarkesë? Nuk ka ngarkesë, hesht. Andaj ka thonë idha qultum fa'dilu, kur të folni drejt. Pastaj ka thonë Allahu Jalla wa Ala wa bi ahdi Allahi awfu. Dhe premtimin e Allahut çon në vend. Premtimin e Allahut çon në vend. Cili është premtimi i Allahut? Krejt çto këshillat përpara. Prej të tauhidit, bamirësia me prindët, bamirësia me fëmijët, mosafrimi ndaj amoralitetit, pajisja dhe stolisja e nefsit me virtytet larta, duke mos e njollos me sendet ulta, çka se takojnë besimtarit, as nuk i takojnë burrëris, as nuk i takojnë edukatës lart, edhe kështu me radhë, dhe ka mos e vrau nefsin pa hak, mu koni drejt peshore dhe me fol drejt. Allahu Xhallahu Ala ka thënë ve aufu bil ahd. Edhe çonën vend këtë premtimin e Allahut. Krejt kjo është premtim i Allahut te bareke ve taala. Ndërsa për premtimin e Allahut Xhallahu Ala kush e çon vend? Allahu Xhallahu Ala ka thënë la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Nëse e çonin vend, unë ja u fal juve, ja u fshi të këqijat. Ja u fshi të këqijat e juve wa la udkhilannakum jannat. Dhe ju fus në xhennetet e Allahut te bareke ve taala. Andaj këto janë këshillat e Allahut te bareke ve taala. Pastaj Allahu Xhallahu Ala thot wa anna hadha sirati. Dhe se kjo është rruga ime. Allahu ka rrugë. Cila është rruga Allahu Xhallahu Ala? Këto të cilat i përmendi Allahu te bareke ve taala, mustaqiman, e drejt. Jo çdo rrugë. E drejtë është kjo rrugë të cilën unë ju porositi juve fattabi'u. Pasone këtë rrugën e Allahu te bareke ve taala. Pastaj thot Allahu te bareke ve taala njëtin ajet wala tattabi'u subula, dhe mos i pasoni rrugët. Këtu thot pasoni rrugën, këtu thot mos i pasoni rrugët. Dietar kanë thonë se rruga e Allahut është një, ndërsa rrugët apo rrugicat çuje si duash, këto janë të cilat janë të shumta. Ata pejgamberi sa kur i ka vizatuar rrugën e drejtë, ka vizatuar shumë rruga, anash. Ka thonë kjo rruga Allahu Xhallahu Ala, ka thonë këto janë rrugicat e shejtanit. Në çdo rrugë ka një shejtan i cili thirr, ka ajo. Allah ka thënë wala tattabi'u subula, dhe mos i pasoni rrugicat, fatafarraqa bikum an sabili, dhe t'ju largohen nga rruga e tij, rruga Allahut te bareke ve taala. Pse ka thujt subul? Ka thonë dietar, nga se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e cilën e ka përmend se taftariqu ummati, kanë me unda ummeti jam. Në sa grupe?
ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ila 73 deri në 73 grupe, firqatan kulluha fin nar. Të gjitha janë në zjarr. Para mendo 73 grupe, të gjitha janë në zjarr, vetëm një jo. Illa wahida, vetëm një jo. 72 grupe janë në zjarr. Edhe këto janë që ekzistojnë prezente janë. 72 grupe funksionojnë, i përkatësohen ummetit. Pse i përkatësohen ummetit? Nga se hadith ka thonë, se të ftariku ummeti. Ummeti jem ka muda. Ato s'kanë më thonë njëna ummeti jehudve, as i krishterve, as i megjuzve, as i ndonjë feje tjetër, kanë më thonë njëna ummeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë për mësam ka thonë kulluha fin nari. Gjitha janë në zjarr illa wahidatan, vetëm një jo. Vetëm një jo, dhe në fund që ka thonë, cëla është ajo Rasulullah kanë thonë, cëla është ajo? Ka thonë, është ajo të cilën jam une dhe shokët e mi. Une dhe shokët e mi. Kur'ani dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thonë Allahu te baraka ve taala, "Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun." Prap Allah e ka përsërit. Kjo është me të cilën Allahu ju porosit juve. La'allakum tattaqun. Ndoshta ju keni murujt. Ndoshta ju keni murujt prej këqijave dhe keni më plotësue porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj hoxha ka pru dy herë, një herë ka pru ajetin vet, pastaj ka pru pap ajetin duke ja bashkangjit fjalën e Ibn Mesudit, kush don me lexue vasijetin, testamentin, porosien me nënshkrim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë le të lexoj këto tri ajete. Këto tri ajete madhështore, të cilat e përfshin krejt fejen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë përgjithshme, në mënyrë të përgjithshme, nga se gjitha virtytet e larta janë përfshime në këto tri ajetet e Allahu te baraka wa taala. Allati alaiha khatimuhu, ka thonë Ibn Mesudi, dhe këto vasijete kanë nënshkrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kanë nënshkrimin e pejgamberit alaihi salatu wa salam. Pastaj vazhdon hoxha dhe ka pru një fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam madhështore, dhe me këta e përfundojna. Thot Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, një prej sahabive të mëdhej të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thot kam qenë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ala himar, në një gomar. Jam kon bashkë me pejgamberin sallallahu për mastina. Edhe kjo tregon se pejgamberi sallallahu kon shumë modest. S'ka pas mendje madhësi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la ala khuluqin azim. Allah e ka cilësu, ka thonë ti jemi në vërtet shumë të lartë. Pejgamberi Allahut në gomar me shok pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Para mendone far modestie. Sa që njerëz sot e llogaritin ata shumë me pa dikan e nënçmoj. Mirë, po pejgamberi Allahut ka hip në ata dhe s'ka pas kibër. Fa qala li, dhe më tha mua pejgamberi Allahut, ja Muadhu, atadri ma haqqullahi ala al-ibad? A din ti se cili është haki Allahu ndaj robëve? Pyetje i ka bë pejgamberi. Pse ka bë pyetje? Nga se mënyra kur e pyet dikan, ja tërheq vëmendjen. Ja tërheq vëmendjen dhe ja merr kujdesin. Unë jam të tregu diçka të madhe, nuk është hajgare. A di cila është haki Allahut ndaj robëve? Dietor kanë thënë haki Allahut. A ka Allahu hak ndaj dikujt? Jo. Nuk ka hak Allahu ndaj dikujt. Se hak është kur e ki obligim me apo dikujt. Kur thuj ti e ki hak ndaj këtina, çka është? Hak mora e ki obligim, mënyrë paqëtërsueshme. Dietar kanë thonë, këtu nuk është për qëllim se Allahu ka hak edhe ka obligim. Mirë, po Allahu prej drejtësisë tina absolut ja ka bë vetvetes obligim. Vetvetes ja ka bë obligim. Andaj pejgamberi sa më ka pyet, a e din cila është e drejta Allahut ndaj robëve? Wa ma haqqul ibadi ala Allah? Dhe cila është e drejta haku i robëve ndaj Allahut? A e din cila është? Kultu, thot Muadhi, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu dhe pejgamberi i tij e din më mirë. Kjo ka qenë edukata në kulminacion e sahabëve. Allahu dhe pejgamberi e din. Qala haqqullahi ala al-ibad. E drejta Allahu, haku i Allahut ndaj robëve është en ya'buduhu, që ta adhurojnë Allahun. Që ta adhurojnë Allahun, ta adhurojnë ata, Allahun te baraka ve taala. Wa la yushriku bihi shay'an. Qënë në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vazhdimsi kur i ka ardhur mundësia me këshillu sahabët, i ka këshillu me të parën punë me tauhidin.
adhuroni Allahun. Adhuroni Allahun dhe mos i bani shirk atina. Dhe mos i bani shirk atina. Ka thonë kjo është haki i robëve ndaj Allahut. Mund nasi rob, çka kena drejt, çka kena hak ndaj Allahut, mora e kena me kry. Do e mos e kena me kry, me adhuru Allahun një dhe asnjë ortak mos me ba Allahu te baraka ve taala. Pastaj tha, wa haqqul ibadi ala Allah, dhe haku i Allahut ndaj robëve, që ja ka ba Allahu vetvetes hak, ka thënë ella yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an. Që mos ta dënoje askand që për robëve i cili nuk i ban Allahut shok. Mos ta dënoje asnjë rob që e takon Allahun dhe ai nuk i ka bë shok Allahut te baraka wa taala. Qultu ya Rasul Allah, afala ubashiru an-nasa? Tha i thash ja Rasul Allah, a të shkoj t'i përgësoj shpejt njerëzit? Kjo akon zelli madh i sahabeve, diturin që e kanë pas. Min njerë të tregoje tjetërit. A të shkoj t'i përgësoj njerëzit, se kjo kana përgëzimi madh. Me dek njëri, me të uhit, si ban shirk Allahut. Hinë gjennet se dënon Allahut, shkoj t'i tregoj shpejt njerëzve. Kale, tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tu beshirhum. Tha mos i përgëzo. Mos i përgëzo. Fajet të kilu. Tha edhe të mbështetën. Mbështetën. Çka të mbështetën? Domethënë kur ti tregosh ti se nëse ju vdisni si musliman me tauhid pastër, kristal, dhe si bani Allahu tërtak kur gjë, juve nuk ju dënon Allahu. Kjo është vlera e tauhidit shumë e madhe. Vlera e tauhidit shumë e madhe, nëse e takon Allahun ti dhe si ki përshkujt asgjë shok Allahu xhallahu ala, Allahu ka thonë, ja ka bë vetvetes obligim mos me dënue. Mirë pa pejgamberi alayhis salam tha mos ju trego që të mbështeten. Pse të mbështeten? Nga se pejgamberi sa më kanë i zellshëm se tauhidi ka hake. Prej tauhidit është edhe milan gjunahet. Milan gjunahet. Pejgamberi sa më ka pas frikse. Nëse njerëzit e kuptojnë këtë realitet, atëherë e morin një shpresë të madhe edhe i zvoglojnë gjunahet, që janë në kufër, nuk janë shirk. Nga se thonë, unë nuk jam të bëj shirk. Edhe unë e kam të garantuar pi hak të Allahu xhallahu ala, se unë si bëj shirk Allahut, edhe i zvoglojnë mëkatet. Jetë tek ilu mbështeten. Mbështeten te tauhidi edhe te mosbëmja e shirk. Tha mos ju kallzo. Mirë, po Abdullah ibn Mesudi, dikush mund të thonë, pse ka treguar? Pse ka treguar këta? E ka treguar nga kaptina e mos fshehjes dituris. E ka treguar para se me vdek mos me fsheh diturin. Mos me fsheh atut se mos me fsheh diturin, edhe na ka kallzuar neve kët hadith të madh të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj këtë hadith dietar kanë thënë është një hadith shumë madhështor, të cilat neve na përgëzon edhe në tjetrën kanë na mëson diçka se çështja më e madhe pse Allahu xhallahu ala ka krijuar është tauhidi dhe mos i bë Allahu shirk. Nga se Allahu xhallahu ala është i pasur, nuk ka nevojë që na milan gjunahet. As nuk jashtojnë Allahu xhallahu ala pasurinë nëse na i bojna ibadet, dhe as nuk e mangësojnë Allahu xhallahu ala nëse na i bojna mëkat atina. Mirë pa Allahu te baraka ve taala dëshiron për neve me pa frikë në zemrat tona dhe me ju përmbajt asaj çka Allahu e don dhe me i kry ato çka Allahu te baraka ve taala na ka urdhëruar në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe me këta e përfundojna, pastaj hoxha në vazhdim i kanë nxjerr disa çështje nga këto ajete të cilat i kena përmend prej fillim të librit dhe nga ky hadith e pejgamberit alayhis salam i përmend në inshallah ligjratën e ardhshme. Lutim Allahun te baraka ve taala se na furnizojë me dituri dobishme, na bojën dobi në varr dhe në ahiret. Sallallahu ala nabiyyina Muhammedin ala alihi wa sahbihi ajma'in.